Në komunikimin e tij të përjavshëm në rrjetet sociale, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar thirrjet për pjesëmarrje në protestën kundër qeverisë, duke u bërë apel mbështetësve të opozitës që t'i bashkohen mobilizimit qytetar. Berisha deklaroi se protesta duhet të ketë mbështetjen e çdo shqiptari dhe i kërkoi kryeministrit Edi Rama të largohet nga detyra, duke akuzuar se po dëmton të ardhmen e të rinjve. Thirrja ime është i jep dorëheqjen menjëherë se ti je armiku më i egër i trive shqiptar, je arrogant, je cinik, ti i urren ata dhe kërkon që ata të largohen nga Shqipëria. Ndaj dhe jep menjëherë dorëheqjen sepse po soset durimi i tyre. Kreu i opozitës akuzoi gjithashtu kryeministrin se po përdor metoda të ngjashme me ato të ish sigurimit të shtetit për të sulmuar dhe intimiduar protestuesit. Çdo ditë dhe çdo natë kalon nga bota digjitale në botën e errë të policisë sekrete shqiptare. Merret me njolla, merret me biografi një lloj si etrit e tij. Sulmon një javë rresht njërin apo tjetrin personazh se mori fjalën apo pse dhe tha një parull që s'duhet ta thoshte ta zem. Berisha u ndal edhe te debatet e fundit në lidhje me figurat e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, duke pretenduar se qeveria po përpiqet të diskreditojë luftën e UÇK-s përmes publikimeve në rrjetet sociale. Arritën në shkallë ekstreme të përbaltin një nga herojt më të lavdishëm të luftrave të shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar në fund të shekullit 20, Tahir Sinanin. Nxorën rrëmuan tamam si hienat policisë sekrete të dikurshme. Fatura dokumenta pa asnjë interpretim për të nxjerrë, për të përballë luftën, për të përballë UÇK-n. Për fajin e vetëm se në këtë protestë midis flamurive del dhe flamuri i UÇK-s. Në përfundim të deklaratës së tij, kryetari i Partisë Demokratike u bëri thirrje mbështetësve të opozitës të mos ndikojnë nga thirrjet që drejtohen kundër tij gjatë protestave, duke pretenduar se ato vijnë nga forca politike që sipas tij synojnë të zëvendësojnë opozitën tradicionale.